Normalisht, selam aleikum, mirë se shihemi sërish në këtë takim të përditshëm në muajin e begatë të Ramazanit. Jemi pikërisht në emisionin Agjërimi na edukon. Dhe jemi pikërisht në këto ditë të mëdha të këtij muaji të veçantë, ku gjithsecili prej nesh garon për vepra të mira, garon për punë të mira, dhe një prej veprave më fisnike, me prej veprave më të mira, është të ushqyerit e nevojtarëve, dhënia e ushqimit për ata cilët nuk kanë mundësi. Ky është muaj i solidaritetit, është muaj ku gjithsecili prej nesh përjeton urinë atyre të cilët shpesh nuk kanë ushqim, përjeton etjen atyre të cilët shpesh nuk kanë ujë, dhe pikërisht besimtarët muslimanë bëhen më solidar në këtë muaj. Për të folur mbi këtë vepër, mbi këtë fisnikëri, unë kam të ftuar një hoxh i cili personalisht është i angazhuar në kontributin e ndihmës ndaj nevojtarëve, e ushqyerjes së nevojtarëve. Jemi në studio me hoxhën e nderuar Kushtrim Kelmendi. Hoxh, mirë se vini. Mirë se gjatën, faleminderit për ftesën. Hoxh, ne po flasim për një vepër të mirë që të gjithë njerëzit e konsiderojnë të tillë, dhe besoj që ka solidaritet tek njerëzit për të ndihmuar nevojtarët, ata të cilët nuk kanë as ushqimin e ditës. Po pse dhënia e ushqimit konsiderohet për vepra të vlefshme në fenë islame? Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Zotin e Madhëshëm, i dërgojmë salavat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kemi respekt të veçantë për familjen e tij të pastër, për shokët e tij të ndershëm dhe për çdo besimtar dhe besimtare të cilët e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Fillimisht shprehim të gjithë besimtarëve të besimit islam muajin e shejtë Ramazanit, duke lutur Allah subhanahu wa taala të kenë një agjërim të lehtë, vepra të pranuara dhe gjitha këto të shërbejnë në afërsi me Allah subhanahu wa taala. E dim se në islam ka shumë vepra të cilat Allah subhanahu wa taala i pëlqen. Ndërto, padyshim që është bamirësia, respektivisht ushqyerit të njerëzve të varfër dhe skamnor. Bamirësia në shumë ajete koranore, gjithashtu edhe në hadithet e Muhamedit alayhis salam, ka ardhur inkurajim që njerëzit të kontribojnë në bamirësi. Bamirësia është njëra prej veprave që më së shumti afrohet tek Allah subhanahu wa taala, duke kontribuar me pasurinë e tij, me ushqimin e tij, me të gjitha ato të cilat njeri i posedon në vetveten e tij, dhe me të gjitha këto kontribon që t'i afrohet subhanahu wa taala duke i shërbyer njerëzve dhe respektivisht njerëzve të cilët kanë më shumë të nevojë, që janë nevojtarët edhe skamnorët, ndoshta edhe jetimet edhe kështu me radhë. Kjo vepër është përmendur në Kur'an, në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur kemi një hadith e pejgamberit alayhis salam, kur është pyetur Muhamedi alayhis salam, cili njeri është më i mirë. Ka thënë njeriu më i mirë është ai njeriu i cili është më i dobishëm për njerëzit. Ka thënë ndërsa cila është vepra më e mirë? Ka thënë vepra më e mirë është ajo vepër të cilën tudkhiluhu surura ala muslim, që të bësh një njeri të ndihet mirë, ose t'ja paguash një njeri borxhin, ose t'ja largosh një breng, në mesin atyre ka thonë tudri adohnu gjuan, që t'ja largosh ndonjë njeriu urinë. Kështu që kur ti marrim këto vepra, të cilat pejgamberi alayhis salam ka thënë që veprat më të mira, ka thënë në kuptimin në raport me njerëz. Tash bamirësia të gjitha këto i përfshin, duke bërë që një skamnor, momenti kur ti asiguron ushqimin, ai ka mundi i mirë, ka mundi i lumtur, për arsye se për faktin që ka mundi i lumtur për veti, anën tjetër nuk ka më pas atë përgjegjësinë ose atë gajrin që thojmë te ne për familjen edhe fëmijët e tij. Gjithsesi ka mundi i gëzuar. Gjithashtu ndoshta ka ndonjë obligim, ndonjë borxh, edhe nëpërmjet kësaj ti ja kryen obligimet e borxhit të tij të cilat ai ka. Po në fund çka ka ardhur, nëse ka është i uritur, atëherë me këtë bën që ai të flan ose të jetë komod, për arsye se e ka siguruar çështjen e ushqimit. Pra ka një porosi profetike të dedikuar dhe një shpërblim të veçantë për ata të cilët i ushqejnë nevojtarët, ata të cilët kujdesen për ushqimin e tyre. Dhe ju jeni angazhuar në mënyrë të drejtë për drejtë, edhe personalisht në këtë vepër që shpesh është e nevojshme në çdo shoqëri. Çdo shoqëri ka kategorinë e nevojtarëve, ka kategorinë e atyre të cilët nuk sigurojnë dot ushqimin. Në raport me shoqërinë tonë dhe atje ku ju jeni i angazhuar, si është solidariteti i besimtarëve musliman? Janë të gatshëm për të kontribuar, janë të gatshëm për të dhënë? Ne e kemi kuzhinën, ato që kur edhe ju e përmendet, e kemi kuzhinën humanitare Bereqeti Dega Nepej, ku Bereqeti është shoqat në kuadrat e bashkisë islame, që respektivisht me çështjen merret me aktivitetin e saj rreth humanizmit.
i ka në të gjitha komunat e saj i ka degët, po edhe aktivitetet e saj, por me çështjen e kuzhinës, në mënyrë ekskluzive mirë qyteti i Pejës, ne ku jemi aty, edhe në qytetin e Mitrovicës. Nuk po flas vetëm si bereqet. Padyshim, kur kemi filluar me këtë aktivitet, i kemi vrejt dy gjëra. E para, nevoja e shumë njerëzve që të ndihmohet, se nuk kemi menduar që është deri në këtë nivel i një kategorie të njerëzve që kanë nevojë deri në këtë nivel. Pra ka njerëz që ndoshta nuk duken pa më parë, ndoshta nuk të japin të përshtypje, po kur del e kuptojnë që janë nevojtar. Është që janë nevojtar. Ne aty e kemi, domethënë, çdo ditë përgatitet 250 deri në 300 shujtje. Gjithashtu dhe gjatë muajit të shajt Ramazanit, belem vitin e kaluar në natën e Kadrit i kena shpërndar 1000 shujtje. 1000 shujtje vetëm në natën e Kadrit. Ndërsa natët e tjera 250 deri në 300 varësisht prej kërkesave të cilat ne i kemi aty. Pra janë me mira, po themi, racione që brenda një muaji shpërndahen, që do thotë është një kontribut shumë i madh. Ajo që më pyetet si që ndon çështja e njerëzve solidarë. Padyshim populli janë shquhet me një solidaritet të paparë ose ndoshta të pakrahasueshëm me popujt e tjerë. Në atë vend ku e sheh që punohet, ka aktivitet, e sheh se ajo që e jep edhe shkon drejt për drejt në duart e nevojtarit, asgjë nuk hezitojnë që të japin qoftë prej pasurisë, qoftë prej ushqimit, qoftë prej veshëmbasjes dhe kështu me radhë. Me të vërtetë është për të admiruar të gjithë ata të cilët kontribuojnë në shoqatën tonë, por gjithashtu edhe kemi edhe shoqata tjera, të cilët e kryjnë këtë veprimtari ose veprimtari të ngjashme, ku edhe ato, domethënë, është për të admiruar kontributi i të gjithë atyre të njerëzve të cilët kontribuojnë në çështjen e humanizmit. Pra kuptohet që ka një bujari të madhe në mesin e popullit tonë. Gjithsesi, më thonë, populli shqiptar ka shumë specifika. Në mesin atyre gjëra, padyshim që është edhe bujaria dhe humanizmi. Kjo nuk është e sodit, kjo pothuajse ka qenë çdo herë populli shqiptar ka qenë bujar, brenda atyre mundësive dhe kapacitetit të cilat i kanë pasur, padyshim se tash është mundësia më e madhe për shkak të standardit të jetës që është ngritur te një pjesë e njerëzve respektivisht tek biznesi, ku ata as pak nuk hezitojnë, ndoshta nganjëherë edhe ndihen keq nëse është se ne aty kemi vinë ko pas kohë, ku i bojnë ato pagesat, shkojnë në për markete, i krynë disa obligime që pastaj ne shkojmë i marrim ato artikujt ushqimor, nëse ndonë ndonjëherë ndonjë ditë që të vanohen, thrasin kërkojnë falje dhe pse nuk e kanë obligim, vetëm për shkak të ndërgjegjës edhe asaj që ata e ndihin vetëm që janë të obliguar përballë të varfërve, thjesht nuk dëshiroj të që neglizhenca eme të pasoj që një i varfër mos ta ketë ushqimin ose fëmia e tij të bjen unt për shkak të neglizhencës. Kështu që me të vërtetë është diçka e paparë ajo që ne e shohim prej solidaritetit të cilin e kanë populli janë. Pra ndihmohen me mira vetë në brenda një muaji, edhe kuptohet që ata përfitojnë nga diçka e cila është jetike për ata, që është ushqimi i ditës. Po ndërkohë sa përfitojnë ata që japin në kuptimin shpirtëror, në kuptimin e pastrimit të zemrës, në kuptimin e kultivimit të disa vlerave të brendshme që shpesh janë dhe më të nevojshme se sa ushqimi apo pija e ditës. Realisht, tash po flasim kontekstin fetar, mendoj që ai cili jep përfiton më shumë se sa ai cili përfiton. Se në vetën tonë ose në zemrën tonë janë të instaluara disa gjëra të cilat ballafaqohen me këto dukuri negative, siç është çështja e kooperacisë, egoizmit, dashuria për pasuri të ngjashme. Kështu që njeriu kur do kanë veten e tij që të jetë bamirës, edhe gjitha ato dukurit negative, ose ato cilësit, ose shprehit e këqija të cilat i ka në zemrën e tij, i lufton edhe i largon. Për arsye se në momentin kur njeriu jep për diçka që është më e çmueshme te ai, siç është çështja e pasurisë, edhe për zgjidh ajo që është më e vlefshme tek ai, edhe po jep për nevojtarin, padyshim se me këtë e ka larguar kooperacinë, e ka larguar egoizmin, e ka larguar atë dëshirinë për çështjen e pasurisë, edhe në këtë formë e ka pasuruar vetveten e tij, shpirtin e tij me diçka që është shumë e rëndësishme. Kjo në atë kuptimin individual, por gjithashtu pamirësia kur njeriu jep
sa hadithet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka thënë që ndikojnë në kuptimin e pastrimit të pasurisë. Do kur njeriu japi pasurisë e tij të varfër, e ka pastruar pasurinë që ndoshta diçka e ka ndyrë pasurinë e tij më herët, ose ka ndikuar në kuptimin e raporteve familjare, ka ndikuar në kuptimin emocional, ka ndikuar në kuptimin e largimit të konflikteve, ka ndikuar që fjala e tij ose autoriteti i tij në të ardhmen të jetë ma prezant tek njerëzit të cilët u ka bëu mirë ose ata të cilët nuk u ka bëu mirë, por e kanë pasur që është për njerëzve human. Thjesht se i llogarisim ose i numërojmë të mirat e atyre të cilët japin, janë njerëz zakonisht shumë më të mëdha se atyre që përfitojnë. Kështu që lumi ai njeri i cili vazhdimisht kontribon dhe jap, nuk është domosdoshmërisht të ketë sasi të mëdha që të jap, po ndoshta diçka që është më e vogla. A ka persona tek ju hoç konkretisht që vinë për të dhënë pak, ndoshta nuk janë biznesmen të mëdhenj, ndoshta nuk janë pasanik të mëdhenj, por se kanë dëshirë që të përfshihen në bujari. Mund të më thonë që parafrasisht afër 10 vite nuk ka bëu që mirë, ka njerëz që çdo muaj jep ka 2 euro. Ka njerëz ndoshta çdo ditë shkon e pagun në furr 1 kilogram buk edhe sjell atë. Pra kontribon me 2 euro, edhe pse është simbolik, ama atë ka rregull. E ka të vazhdueshme. Vazhdueshme e ka, domethënë. Por sa e rëndësishme është që ta kuptojmë se shpesh veprat e mëdha nuk i bën sasia, por se njëjtin me të cilat i bëjmë. Dhe çfarë shpërblimi mund të arrijë ai i cili kontribon qoftë dhe me 2 euro? Ne dim që sipas parimeve fetare, jo çdo vepër e madhe pranohet tek Allah subhanahu wa taala, ose jo çdo vepër e vogël nuk e ka vlerën e vet. Ne dim mirë se veprat e vogla shpesh shpërblehen shumë më shumë se sa veprat e mëdha si rezultati i sinqeritetit dhe asaj pastërtisë së njëjtit të cilën e ka pasur. Kemi ajetin kuranor ku thot Allah femen ya'mal mithqala dharratin khayran yara, dhe kushdo që punon një të mirë qoftë sa grimca atomit, Allahu shpërblen për ta. Kështu që nuk është e rëndësishme është e madhe apo është e vogël, aq sa duhet të jetë njëti i pastër i atij i cili bën bamirësi, të jetë vetëm për hir të Allah subhanahu wa taala. Kemi edhe shumë ajete tjera kuranore ku thot yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Me të vërtet ata japin pi pasurisë së tyre për vetëm për hir të Allah subhanahu wa taala, duke i ushqyer të varfrit, skamnorët, jetimet, robërit edhe kështu me radhë. E këtë bëjnë vetëm për hir të Allah subhanahu wa taala. Kështu që ajo që kërkohet prej çdo besimtari është të edukoj veten e tij në bamirësi, në kuptimin e sinqeritetit dhe devotshmërisë, jo në kuptimin e asaj që të kërkon ti duket emri ti, ose të shihet logo ti, ose të ngjashme, po thjesht të vepron diçka e cila arrin deri tek dora e nevojtarit, ai që e sheh është Allah subhanahu wa taala dhe ai shpërblen për ta edhe nëse është e vogël. Ndërkohë, sa ndikon bamirësia dhe të ushqyerit e nevojtarëve në solidaritetin e përgjithshëm shoqëror? A e ndjejnë këta nevojtarë se disa të tjerë të cilët Zoti ka begatuar me pasuri kanë shqetësim edhe për bashkëkombëtarët e tyre, bashkëqytetarët e tyre, të cilët ndoshta nuk kanë raporte të drejtë për drejta. Pra, si ndikon bamirësia në lidhjen e shoqërisë mes anëtarëve me njëri tjetrin? Ne aty tash gjallë po referohem tek kuzhina. Duke qenë se kemi një shembull konkret. Po referohemi tek kuzhina, ka ndodhur që disa prej njerëzve të biznesit ose të njerëz të cilët janë prej njerëzve të cilët kanë emër, çështje, më thonë, të artit e kështu me radhë, ose edhe të politikës, kur kanë ardhur dhe janë ushqyer me të varfrit. Pa kanë pas dëshirë që të ulen në jetën sofër. Me të vërtetë. Të përfshihen edhe emocionalisht, jo vetëm thjesht financiarisht. Ja ka letu atyre në kuptimin emocional shumë ja ka lehtësuar gjendjen. Për arsye se e kanë kuptuar afërsinë atyre njerëzve të cilët Allahu i ka begatuar me pasuri, me pozitë e të ngjashme, edhe në ulën sofër me një të varfër i cili ndoshta nuk posedon asgjë prej kësaj jete, vetëm se ato tesha të cilët ai i vesh. Asgjë nuk posedon, ndoshta një dhomë ku flen, ku strahohet, edhe asgjë më shumë. Kemi kësi raste, por momenti kur ka ardhur një njeri i cili ka qenë, kjo nuk ndodh rradh, ndodh edhe më shpesh, që vinë, komunikojnë me ta, bisedojnë, ja ndëgjojnë hallet,
shpesh ndodh që në mënyrë të drejtë për drejtë i ndihmojnë atyre në prezencën tonë. Kjo është jashtëzakonisht shumë e mirë, për arsye se kjo i krijon lidhjet më të forta, i krijon atë raportin që si duhet me qenë një shoqëri ku nuk ka dallime mes të varfrit dhe të pasurit, mes njerëzve të ndryshëm në bazë të dallimeve të tjera, por thjesht janë të gjithë të afrohen rreth një sofre. Ajo sofër është sofra e bamirësisë, ku të gjithë e gjejnë veten varësisht prej aktivitetit ose punës edhe pozitës të cilën ai qëndron aty. Ndërkohë, duke qenë se jemi në muajin e begatë të Ramazanit, është muaji i solidaritetit ku skamorët, nevojtarët kanë një fokus të veçantë. Në një farë mënyrë ata janë zotërinë të këtij muaji për arsye se përmes tyre arrin shpërblime të mëdha duke i ndihmuar dhe duke u kujdesur për ta. Sa rëndësishme është që t'i shfrytëzojmë këto ditë, t'i shfrytëzojmë këto momente për të qenë bamirës në këto ditë. Po, ne dim që Allah subhanahu wa taala ka përgatitur shpërblime për njerëzit në mënyrë të përgjithshme. Gjatë muajit të Ramazanit, shpërblimi i veprave të mira është jashtëzakonisht më i madh se sa ditëve tjera të zakonshme. Në mesin atyre vepra të cilat shpërblihet, padyshim se është çështja e të ushqyerit, të agjëruesit, por edhe të varfërve në përgjithësi. Për të cilën ka thënë pejgamberi alayhis salam, kush e ushqen një agjërues, e ka shpërblimin e agjëruesit, pa u munguar edhe agjëruesit prej shpërblimit të tij. E sa hadithet e tjera të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na inkurajon që njerëzit në vërtetësi të gjatë muajit të shejt Ramazanit të mundohen maksimalisht për shkak të sevapit të madh që ka, për shkak të muajit të shejt, për shkak të gjitha këtyre vlerave të mëdha të cilat i ka muaji i shejt të Ramazanit, të shfrytëzojnë maksimalisht në mënyrë që edhe qoftë një vepër ose e vogël ose e madhe, në mënyrë sa më shumë që të afrohen tek Allah subhanahu wa taala. Një padyshim që ushqyerit të varfër dhe skamnorëve, agjëruesit është një prej vepra jashtëzakonisht të mëdha që Allah subhanahu wa taala i shpërblen për to. Tash do të maksimalisht të shfrytëzojmë Ramazanin. Ne në shoqatën tonë kemi prej ditës së parë të Ramazanit ku njerëz lajmërohen me emra, edhe e cakton datën ose ditën e caktuar që ai më marr përgjegjësinë e shtruesës së iftarit në atë ditë. Pra, ka kërkesë të madhe të persona që duan të kontribuojnë dhe të shtojnë iftare. Belem të na ndodh që nuk kena hapësirë aty, se aty kemi 250 deri në 300 shoqe, ka kërkesa që më shtru akoma më shumë, ata ne mobilizohemi edhe marrim përgatisim ushqimin edhe që e shpërndajmë nëpër fshatra, ku i dim disa fshatra ku janë të komuniteteve të ndryshme, ku nuk kanë gjendja tyre ose statusi tyre në kuptimin është begi ult, si kuptimin e pasurisë dhe standardit, i marrim edhe i dërgojmë aty një orë para iftarit edhe dalin të gjithë ata, jo çojmë ato të përgatitën sikur fond delivery që kemi këto fast fooda që i tëna, edhe na i marrim në atë formë, ja u dërgojmë. E shpërndajmë në adresën e tyre. Po, në shtëpia u dërgojmë, në shtëpia. Që do të thonë lidha me këtë se kemi shumë njerëz, veçanërisht ndoshta nga diaspora pak më shumë për shkak të standardit të jetës që kanë ata, por edhe këto ka njerëz që paguajnë iftare për familjarët e tyre, paguajnë iftar, ndoshta shtojnë iftar për prindërit e tyre që kanë vdekur, ose në gjajshëm thjesht ata e dinë për fanjeti e bojnë. Kryesisht kur dikush kontribon dhe bën bamirësi, kyçet në të gjithmonë. Pra vazhdimisht e jep sepse ja shef atë begatin, ja shef atë mirësinë e farmyre. Dhe nuk heq dorë kollaj për sa. Realisht domethënë kërkesat fillojnë para muajit Ramazanit, që të rezervon ditën e shtrurjes së iftarit. Se ndodh nganjëherë kena pas raste kur nuk ka dashur me refuzues se s'kena pas mundësi. Edhe ndikesh, edhe na ndikesh për ata, kështu që ajo që e lidhe me për temës për fillimit të bisedës tonë, njerëzit veç aty gjatë muajit të shejt Ramazanit, solidariteti dhe bamirësia dhe humanizmi është në nivelin më të lartë të cilën mundet ndoshta nganjëherë disa gjëra ne nuk i imagjinojmë aq sa japin dhe ndihmojnë njerëzit në mënyra të ndryshme. Ndërkohë ju thatë se Zoti e ka bërë të tillë që kush jep një iftar agjëruesit me shpërblimin e njëjtë.
Ndërkohë dikush vjen dhe jep iftar për qindra njerëz, ndoshta edhe për mijëra njerëz. A merr ky shpërblime për gjithë secilin? Po gjithsesi për secilin e merr. Tash nëse ai është një sevap i madh, është një mundësi e jashtëzakonshme. Po gjithsesi, tash vjen edhe shton një iftar ku aty janë 250 deri 300 shujtje. Gjithë agjërues ose shumica atyre se ndoshta mes atyre familjarë kanë edhe fëmijë ose plesh, nuk e di. Tash shumica për tyre janë agjërueshëm. E për një numër të madh tyre, ai e merr shpërblime shumë të madh. Pse? Në bazë të kësaj ai ja ka siguruar iftarin, ushqimin, që është bazike në kuptimin e familjes, se nëse nuk ka ushqim, gjëra tjera është një nevojë themelore, pa ushqim njeriu nuk mund të bëj asgjë. Nuk mund të jetojë. Kur t'ia siguron këtë, me të vërtetë e ka siguruar diçka që është më e rëndësishme për çështjen e nevojtarëve dhe skamnorëve. Ndërkohë, dikush nuk ka mundësi hoç të kontribuojë, edhe pse ju thatë që janë mirëpritur edhe kontributet personave të cilët kontribuojnë nga 2 euro. Po dikush do të jap kontribut me fizikun e tij, me mjetet e tij. Pra, ndoshta nuk kontribuon financiarisht, por se do të kontribuojë në forma tjera. A ka shpërblim ky kontributi? A është i mirëpritur? A është i vlefshëm? A është i rëndësishëm? Po, gjithsesi, në çdo mënyrë të cilën njeriu kontribon për qoftë në kuptimin e një kuzhine caktuar ose në kuptimin e përgjithshëm që i ndihmon dikujt në për një bamirësi, padyshim që për të gjitha këto shpërblet. Ne e dimë fare mirë hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nëse e largon edhe një pengesë për rrugës, edhe kjo është një bamirësi që ju bëhet njerëzve, një lloj ndihme që po gjithsesi se ki larguar një pengesë ku njerëzit pastaj qarkullojnë ma lehtë. Pe këtu po marrim një pengesë që është shumë e vogël, është një deg ose një gurë ose të ngjashëm e ki largu, për të cilën njerëzit fatikisht qarkullojnë ma lehtë. Lemo kur është çështja më të mëdha në kuptimin e asaj që njerëzit kanë mundësi me japë aktivitete. Ne ndodh që gjatë muajit të shajt Ramazanit, dhe jashtë Ramazanit, shpesh na ndodh që të kemi aktivitete shpërndave të pak ushqimore. Ato në bagjen tronda. Gjithë ata cilët fatikisht nevojtarë cilët përfitojnë aty te na, shpesh vullnetarisht vinë për me na ndihmuar neve që ata të marrin të na ndihmojnë. Pra bëhen edhe përfitues po dhe kontribues, kontribuojnë me energjinë e tyre. Kur ne nuk kemi nevojë me pagu dikon, për me na kryer ndonjë shërbim fizik, me baj diçka ose të ngjashëm. Ku parasysh se çdo herë ata vetë vullnetarisht me nxit presin që thjesht edhe ata me një mënyrë të tregojnë se na diçka po kontribojmë për të mirën e këtij komunitetit edhe këtyre njerëzve. Ndërkohë, sa e rëndësishme është që këtë si vepër ta shfrytëzojmë edhe për edukimin e brezave të rinj, edhe për edukimin e fëmijëve, ti përfshijmë edhe ata në këto bamirësi. Na i kemi 2 shembuj te ne, po tash po përmendi vetëm një. E kemi një shkollë në qytetin tonë, respektivisht një arsimtare, i ka marrë nxënësit edhe ardhë me herët, edhe në shkollë kanë bashkëpunu me kuzhinierët tonë dhe kanë thonë çka duhet për një drejt caktuar. Edhe e kanë marrë këtë artikull që kërkohet, edhe në shkollë së bashku gjithë me gjithë arsimtarët edhe i kanë ble. Pastaj janë kthy, gjithë ditën deri në kohën e drekës kanë punuar gjithë së bashku. Bashkëpunim me kuzhinierët tonë, edhe i kanë vesh ato kicelet, i kanë vesh ato, edhe me një mënyrë e kanë treguar atë formën e solidaritetit të tyre që po lidhen me çështjen e brezave të ashëm. Kjo vetëm kemi edhe raste të tjera kur klasat të caktuara kanë mbledh kanë marrë parë për prindërit e tyre, edhe na kanë thonë çka keni nevojë për kuzhinën tuaj, në shkollë dhe i kanë ble, i kanë marrë, i kanë shpërndar vetë. Shpesh kanë asistuar me neve në për zonat e fshatit, kanë asistuar me neve që na kanë ndihmuar mi shpërndar gjithë së bashku në këtë mënyrë. Kjo është, po të se një prej gjërave të rëndësishme që me kuptu se ti si i rinj, ndoshta jemi një mirësi, që është për mirësive më të mëdha, që nuk e mendon çështjen e ushqimit, nuk e mendon çështjen e veshmbarit, nuk e mendon çështjen e banimit, gjitha këto i kanë rregull, por duhet me mendu se ka dikush të cilat këto nuk i ka. Atëherë, përdesa ai nuk i ka, duhet të edukosh veten tënde që çdo herë në kuptimin e jetës me mendu edhe për këtë kategori të njerëzve, se jo rastësisht
qëllon ajo kategori e njerëzve, se Allah subhanahu wa taala ka mujt të gjithë me na botë të pasur ose gjithë të varfër, po ka bërë që në një mënyrë këta janë sprov për njerëzit të pasur, për njerëzit të cilët kanë se me kështu se si po sillen me atë kategoritë e njerëzve, apo kujdesen për ta, apo janë të mëshirshëm ndaj tyre, apo janë të kujdesshëm ndaj tyre, apo janë në kuptimin emocional me tyre, apo janë solidar ndaj tyre e kështu me radhë. Edhe kjo është jashtëzakonisht për të lavdëruar dhe admiruar çështja të cilën kanë bërë disa prej arsimtarëve dhe arsimtarëve tonë në qytetin tonë. Ndërkohë, ju thatë që veçanërisht në muajin e Ramazanit njerëzit garojnë dhe kërkojnë më herët, rezervojnë më herët hapësira për të kontribuar, për të ushqyer nevojtarët, sa pothuajse askush prej nevojtarëve nuk ngel pa u ushqyer në këto ditë. Po sa rëndësishme është që kjo si vepër të vazhdohet dhe jashtë Ramazanit, se duket sikur sevapi është vetëm në Ramazan, vetëm kur janë agjërueshëm. Çfarë sevapi ka nëse bëhet gjatë gjithë vitit? Realisht, në mënyrë më masive, bamirësia në Ramazan është jashtëzakonisht më e madhe. Por nëse flasim tek shoqata janë, bamirësia vazhdon gjatë tërë vitit. Vetëm neve na kanë zonë edhe në kohën e pandemisë, krejt institucionet patën bllokuar dhe nuk po na shihni kujtohet. Te ne vetëm nëse më thon objekt që ka punosur lokal, ka qenë vetëm se kuzhina janë. Edhe në atë kohë njerëzit jepnin. Nuk delshin, po jepnin, gjeshin mënyra se si me kontribuar dhe me arrit, më thonë ushqimi deri tek skamnor. Kur njeri e edukon veten, që do të me qenë bamirës, ai nuk ka mundësi kur mund ndalu. Për të arsye, ka thënë pejgamberi sa vepra më e mirë tek Allahu subhanahu wa taala është vepra e vazhdueshme, edhe nëse është e vogël. Kontinuiteti. Më mirë është nga një herë 10 cent në ditë më jep, e më qenë me kontinuitet, se ndoshta 1000 euro për një herë. Se këto është ajo që ti vazhdimisht e ndjen ai raporti jot i besimtarit me të varfër, me bamirësinë e çdo. Pra, edhe një lloj edukimi për veten më tepër, dhe thjesht një kontribut momental. Po gjithsesi se korrigjon veten, përmirëson veten, e ndje emocionalisht më mirë, shpirtërisht më mirë, më i përmbushur me gjitha kështu. Kështu që është domosdoshme vazhdimësia në bamirësi edhe jashtë Ramazanit. Ndërkohë, shpesh ata që kontribuojnë nuk kërkojnë asgjë mbrapsht nga nevojtarët. Po nevojtari, ai i cili përfiton, a duhet të lutet për ata i cili bën bamirësi, a është e udhës që të bëjë një dua për ta përmend në forma të ndryshme. Pra, në një farë mënyrë sikur t'ia kthej me të njëjtën bujari, edhe pse ndoshta ai nuk ka të ardhura financiare. Po. Shumë bukur e përmendet se ai i cili jep nuk kërkon ndonjë shpërblim prej nevojtarit. Pra, sy disa s'ka mundësi që ndihmoj në atë mënyrë, vetëm ndoshta në një mënyrë tjetër që të ndihmoj atij. Çdo kush i cili jep dhe që kërkon që të bën dua për ta, ose për prindërit e tij, ose për familjen e tij. Edhe lutja e nevojtarit në ato rrethana, kur e din që nuk ka pas mungesë të ushqimit, ka pas shumë mungesa, dhe i ka shkuar ushqimin në shtëpinë e tij ngrohtë, me të gjitha ato gjërat komplet që kërkohet për një familje. Edhe në momentin kur ai i ngrit durt ka Allah subhanahu wa taala, dhe lut për shëndet, e lut për mirësi, të godet akoma më shumë bamirësin, padyshim se kjo është një prej ndihmave më madhështore. Ajo që kemi nevojë na, që përmendëm më shumë ti, që nëpërmjet kësajna të arrim kënaqësinë Allah subhanahu wa taala. E ku një lutje e një nevojtarit, ose një jetimit të ngjashëm, e lut me zemër të sinqert, edhe me i përulur para Allah subhanahu wa taala për një njeri i cili ka bënë të mirë, padyshim se kjo është më e vlefshme se sa ndoshta me 10 trafish ose 100 trafish ai cilin ai ka kontribuar për një nevojtar. Kjo është mënyra më e mirë që mundet më shpërbly nevojtari bamirësit në kuptimin e bamirësisë që ne ka bënë më herët. Por sot është përbleft për këto fjalë, sot është përbleft për kontributin tuaj, për angazhimin tuaj, për këshillat tuaj, nxitjen për bamirësi dhe për vepra të mira. Zoti ju nderoft. Amin, dhe ju Allah e shpërblet inshallah. Faleminderit. Miq, këtu e mbyllim dhe këtë takim të sotëm, folëm për ushqyerjen ndaj nevojtarëve, folëm për bamirësinë, e cila ka shumë forma. Folëm gjithashtu se shpesh më shumë përfiton ai i cili i jep se sa ai që merr.
pasi ai që je përfiton lutjet e nevojtarëve, përfiton begatitë dhe mirësitë e ndryshme në jetën e kësaj bote dhe shpërblimi më i madh dhe surpriza më e madhe do të jetë në ditën e gjykimit. E lutim Zotin që të na bëj bujar në këto ditë dhe të jemi bujar edhe jashtë Ramazanit, të jetë kjo një prej cilësive tona në çdo situatë ku ndodhemi. Unë falenderoj për vëmendjen, do të jemi sërish nesër me një tjetër të ftuar, me një tjetër temë. Kalofshi sa mirë.